Super ndeshje, super skuadra, edhe një aktivitet i mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, por kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdoj të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësitë për rinin tonë të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaq shumë. Është energjia që sporti din me përçu të ne spektatorët atje. Përgëzime djemve të skuadrës, përgëzime mësuesve të edukimit fizik, përgëzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat. Du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkinë Shkodër për suportin. Na dëshmoj edhe një herë që sporti është ai që i bashkon të rinjt. Dhe shpresoj shumë që shumë djemë që ishin pjesëmarrë sot dhe kanë spikat të shohim të ardhmen me fanelën e Vllaznisë, pse jo? Në rol përshëndes faleminderit bashkinë për këtë aktivitet mes lancë dhe në që është hera parë që ka bo. Faleminderit edhe Shkodra Youth Cup. Një faleminderim i veçantë shkon për Shkodrën e Domhaxhia, për sakrificat që ajo ka bë për me ardhur çdo ndeshje në Shkodër, edhe mendoj që ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhanë maksimumin.